أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه قل آمنت بالله ثم استقم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në emër të këtij xhamati të pranishëm, në emër të antarëve të rregullt të kësaj basie islame, në emër të antarëve të krijesisë, në emër të Krijetarit dhe në emrin tim personal, uroj që kjo ditë e Bajramit, kjo ditë festive të na sjell gëzim, lumturi, shëndet, stabilitet, paqë dhe dashuri. Dhe uroj që mbar umeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të ketë komoditetin dhe luksin që ta ushtron këtë ditë, duke pas parasysh se në disa vende do të thotë mungesa e sigurisë ose thjesht një siguri e brisht e cila e pamundëson të kremtohet një ditë festive siç është kjo. Dhe po ashtu do të përcjellim mesazhet e paqes dhe stabilitetit në bar rrozullin toksor, duke shpresuar që Allah subhanahu wa taala të inspiron, do të thonë pushtetarët dhe qeverit që të bëjnë atë që është e mundur për të sjellën paqen dhe stabilitetin mes popujve dhe që të ndalohet gjakderdhja e palogjikshme, e pa arsyeshme dhe e pa justifikueshme në kohrat moderne. Të ndalohet rënimi i vendbanimeve dhe shtëpive, vrasja, përndjekja dhe sulmi i objekteve në të cilat strehohen fëmijë dhe gra dhe qytetarë të pa fajshëm. Këtë këto do të thotë i drejtojmë Allah subhanahu wa taala, duke e ditën se ne gjë në mbrëmje kemi përfunduar një ibadet, do të thonë muajin e Ramazanit, të cilin e kemi përcjellën, duke lutur Allah subhanahu wa taala që ata këtë bëhen kabul dhe makbul nga të gjithë besimtarët dhe besimtarët, të cilët e kanë pasën të mundur të agjerojnë. Dhe sipas premtimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, paramendohet që ne të jemi qenie të pamëkat sot, për faktin se Rasulullah alaihi salam në hadith ka thonë kush e agjeron Ramazanin me bindje dhe përkushtim, Allahu ja fal mëkatet e të kaluarës. Dhe ne inshallah kemi qenë nga ata të cilët kemi qenë të përkushtuar dhe i kemi bën hizmet musafirit të Allah subhanahu wa taala një muaj të plot. Dhe kemi qenë gjatë ditës me agjerim, e natën kemi qenë me namaz nafile e taravija. Me rastin e saj e falenderoj basinë islame edhe xhamatin të cilët na kanë përcjell, na kanë mbështetën dhe e kanë pasuruar muajin e Ramazanit, sofrën e iftarit, leximin e Kur'anit Kerimit, lutjet, duaja dhe dhikrin dhe krijesia, po ashtu e cila ka qenë një servis dhe shërbim i qytetarëve të cilët kanë pasën mundësi të ushtrojnë adhurime të ndryshme në basinë islame. Edhe sa për informacion në këtë vit, është hera e parë, mendoj në diasporë dhe mendoj jemi xhamia e vetme ku këtë vit kemi pasën, do të thotë ne, edhe i'tikaf në xhami. Kemi pasën qytetarë të cilët 10 ditët e fundit janë mbyllën në xhami sipas sunetit të Muhammed Mustafajës sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht kemi thënë se vapi shkon edhe për krijesien, e cila do të thotë e ka mbështetur dhe e ka lejuar një gjë të tillë, edhe i ka ofruar kushte se ajo don pak kushte specifike kur ke në xhami njerëz të cilët flen 10 netët e fundit. Por keni sevap edhe ju të cilët jeni antar të rregullt, të cilët e keni mundsuar që të ekzistojë kjo basi islame dhe kjo xhami dhe qytetarët, nëse shprehin dëshirë të bëjnë edhe etikaf, e kanë mundësinë, sevapi me siguri shkon të gjithë ne. Pastaj edhe një sevap ekstra është që ne po e ringjallim sunetin e Muhammed Mustafajës sallallahu ta'ala alaihi wasallam
në tokat e Perëndimit, gjithsesi në Bremen, mas 1400-500 viteve, do të thotë jemi bartës të mesazhit të Allahut subhanahu wa taala dhe ndjekës së gjurmëve të Muhammed Mustafas sallallahu taala alaihi wasallam. Një muaj Ramazan plot aktivitet dhe gjallëri, siç e njihni do të thotë në 4 anët e botës të muslimanëve, edhe ne siç thash kemi qenë me agjerim, e me Kur'an, e me dhikr, e me tobe, e istighfar, e taravia, e na kanë ftuar në iftar, e I kemi ftuar në iftar, edhe kemi bën shumë vizita, kemi lexuar edhe shumë Kur'an I Kerim, edhe I kemi drejtuar Allah subhanahu wa taala shumë nevojat tona të cilet I kemi ngritën tek madhëria e Tij në formë të duajes dhe të lutjes. Dhe ne kemi dhënë edhe zakat, kemi dhënë edhe fitra, edhe ata që se kanë dhënë sa e përmenda këto fitrat, këto pasi islame derën e ka çel, kush nuk I ka dhënë fitrat duhet me I dhënën e dini se me lindjen e diellit, domethënë ka qenë problem, po ata që nuk e kanë dhënën as mirë ta plotësojnë atje dhe e kam si urdhër që ta përsërisë t'ja u rikujtoj. E kam fjalën ne kemi bën forma të ndryshme të ibadetit dhe adhurimit dhe kemi qenë të përkushtuar në muajin e Ramazanit, e cila ka dëshmuar se njeriu kur don edhe e arrin. Dhe njeriu kur ja mësin, do të thotë edhe e bën, e realizon. Edhe sidomos kur ka mbështetje kolektive dhe shoqërore, ibadetet dhe adhurimet të ndryshme janë më të lehta se sa kur je I vetmuar në një ibadet dhe adhurim. Dhe ne këtu si vëllezër të bashkuar, do të thotë muajin e Ramazanit kemi agjeruar edhe sezona që kanë qenë më të vështira, por edhe tani. Edhe muaji Ramazanit ka shërbyen për atë që ne jemi stërvitën brenda një muaji që të jemi aktiv dhe vigjilent. Edhe ditën me Ramazan e me punë, edhe natën me Kur'an e me dhikr e me namaz e me sifir. Edhe u pa do të thotë se nisën I tilla është I mundur dhe ajo e dëshmoi se në këto troje ka besimtarë të cilët janë xhelos dhe e duan dinin e Allah subhanahu wa taala dhe e kanë prioritet në jetë, me gjitha vështirësitë, peripecitë dhe probleme, pengesa të cilët mund t'i hasësh në këto vende e në këto kohra. Mirë po parashtrohet pyetja me kalimin e Ramazanit, çka pas Ramazanit? Pastaj ndahen njerëzit fatkeqësisht, e dini se ka nga ata të cilët kanë qenë të angazhuar dhe aktiv dhe vigjilent vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Me kalimin e muajit të Ramazanit, fatkeqësia është se në muajt e tjerë tash nuk është bereqeti I cili është në muajt e Ramazanit. Prej asaj është që shumica e qytetarëve fillojnë të largohen nga rruga e Allah subhanahu wa taala dhe fillojnë të krijojnë një distancë me Zotin, edhe me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe me shumë praktika tjera, pastaj I shap vetëm një herë në javë, në rastin më të mirë, do të thotë ditën e premte. Pyetja ka qenë se mas Ramazanit duhet të vazhdohet një tempo, e cila Rasulullah alayhi salam shumë mirë e ka shpjeguar, ose edhe të tjerët e kanë transmetuar se Rasulullah alayhi salatu wassalam e ka pas praktik që bante pak, por në mënyrë të vazhdueshme. Këtë mos e harroni se kjo shumë na shërben, sidomos neve në Perëndim. Ama është edhe prej suneteve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk keni nevojë të jeni aq aktiv sa në Ramazan, për faktin se Ramazani I ka disa kërkesa, obligime, detyrime të veçanta, për që ta është I dalluar si muaj. Mirë po, ne ndjekim, do të thotë, ekonominë profetike në angazhim dhe adhurim, që do të thotë ne bojmë punë vazhdimisht, por pa ndërpre dhe që janë pak. Do të thotë nga nesër, në Ramazani ka shkuar, ama agjerimi ekziston. Mund të agjerosh çdo të hanë tejtë, mund të agjerosh ditët e bardha 13, 14, 15, dhe mund të bësh agjerim nafile dhe vullnetar, sa herë ta kërkon nevoja dhe sa herë ta kesh mundësi. Ramazani ka shkuar, taravia nuk ka, ama është namazi I rregullt, domethënë në 24 orë 5 vakt namazi. Ne nuk I bojmë këtë ditë rehatme në çdo muaj, ama leximi I Kuranit Kerimit duhet të vazhdon. Ne nuk japim zeqat edhe sadaka dhe fitra aq sa japim në Ramazan. Mirë po, edhe jashtë Ramazanit ne nuk e ndërpresmi ta ushtrojmë sadakajën. Lutja, dhikri,
pendimi, përkushtimi vazhdojnë me një ekonomi dhe me një sunet profetik. Gjithnjë po them shumë është më rëndësi. Resulullah a.s. bante pak punë, por i kishte të vazhdueshme, ne këtë duhet të kapim prej sunetit të Resulullahit a.s. Në ajetën që e lexova, ka të bëjë me këtë që do të thotë vazhdimësia e dinit të Zotit, e përkushtimit, e fejes, e imanit, duhet të vazhdon. Edhe ma tutje, zinoja është haram, alkoholi është haram, rrena është haram, padrejtësia është haram, mendjemadhësia është haram, kopratësia është haram, arroganca është haram. Të mos kesh marrë prej Zotit dhe popullit është haram. Edhe ma tutje puna është farz, mësimi është farz. Do thot ne duhet të mbajmë këtë tempo, të mos bjemi nga ata të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala me etapa. Do thot njerëz që adhurojnë Zotin gjatë Ramazanit, mas Ramazanit nuk janë me Allahun, ose njerëz të cilët janë të xhumohes, njerëz që janë të bajramit vetëm. Duhet të ruhemi nga ky fenomen dhe duhet të ruajmë atë që e kemi ndërtuar gjatë muajit të Ramazanit. Allah subhanahu wa taala në Kur'anin e Kerim ka sjell një shembull i cili ka shërbyen dhe do të shërben deri në ditën e Kiametit. Ka qenë një grua e çmendur në Mekë. Allah e ka përmendur në Kur'an. Tan ditën ka thurrën me gjelpëra, ka marrë jelek, këmish. Në mbrëmje, atë që e ka ndërtuar gjatë ditës e ka shprish, e ka prish. Allah në Kur'an ka thonë, mos u bani si kjo gruaja që gjatë Ramazanit ndërtoni kalaja prej nuri dhe jeni konkurrent serioz tek dera e xhenetit. Me Ramazan e Kur'an e dhikër e sadaka e fitra e tobe istikfar e bezvaktën e xhami. Vetëm kalon Ramazani, i ndrojmë edhe rrugët, i ndrojmë edhe tabiatin, i ndrojmë edhe mezhliset. Të mos në ndodhë, dhe më thonë, shembulli i asaj. Ate që e ndërtoni, është dhe më thonë një angazhim, i cili kërkon në vazhdimsi ta ruani ate. Si të ballit, 100 herë kemi thonën, dietarët dhe njerëz të mençur janë shumë të vetëdijshëm, se një vepër don angazhim dhe investim për ta bë. Dhe në momentin kur e arrin atë, pastaj fillon procesi tjetër për ta ruajt atë që e keni ndërtuar. Kul amantu billahi thumma istaqim. Do më thonë për të siguruar vazhdimsinë, Allah ka trajtuar këtë problem. Dhe ata të cilët thojnë ne jemi besimtar dhe drejtohen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala edhe ditën, edhe natën, edhe verës, edhe dimrit, edhe në Ramazan, edhe në Bajram, edhe në lindje atje, edhe në perëndim. Për të siguruar këtë, Allah subhanahu wa taala Muhammed Mustafa si ka thonë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin deri të të vjen vdekja, jo deri ditën e Bajramit. Dhe adhurone Zotin deri t'ju vjen vdekja. Në komentin e këtij ajeti dhe hadithi, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ka thonë: njerëzit të cilët e garantojnë vazhdueshmërinë dhe tempon e njëjtë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala janë ata të cilët e bojnë atë që e besojnë. Do thotë edhe në teori, edhe në praktik. Aja është besimtar edhe verës kur shkon pushim. Ti je besimtar edhe nëse shkon dikun ku nuk takon. Jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në Bajram. Se këto njerëz besimtar që adhurojnë Zotin tanë tejtë, s'po di si të them, me etapa. Këto i ngjajnë, Zoti e ka sjell një ajet në Kur'anin e Kerim, okej, nuk është për besimtar, është për munafika. Mirë, ulemat ka thonë duhet të ruheni se vepra i ngjan sikur të ishe hipokrit. Wa idha laku alladhina amanu qalu amanna.
kur takohen me besimtar, thoj ne jemi musliman. Hipokritët tash, kje kujdes. Ka thonë dhe kur të kthehen në mbrëmje të shejtani i tyre, i thoj ne jemi me tije, atje veç ishim të utall. Kjo nuk ndodh të besimtarët, merrem i vesh. Mirë po, duhet të ruheni për të garantuar besimin, për të garantuar dinin e Zotit, ju duhet të garantoni vazhdojshmërinë. Do thotë që të vazhdoni në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për ndryshe ban pjesë të kjo që tham. Ulemot kanë thonë njerëzit ose besimtarët më të ulët, me kualitet më të dobët, janë ata të cilët duan të shfrytëzojnë Allahun vetëm netët e mdhoja, ditët e mdhoja, mujtë e mdhoj, dojnë me kalu me pak, këta dojnë me qenë më të mençur se pejgamberët e Zotit. Kjo çështu i bie. Në të bajromit, në të kadrit, me vludi qelimja, bajromi Ramazani gjumoja, edhe mbaroj. Po pejgamberi i Zotit dhe pejgamberët e tjerë që kanë qenë të përkushtuar madhërisë Allah subhanahu wa taala, pa ndërprer deri në vdekje ta adhuroni Allahun subhanahu wa taala. Hazreti Omeri ka thonë në lidhje me këtë ajetin, do të thonë që e vazhdojnë besimin, dinin e Zotit në vazhdimsi, ka thonë janë njerëz të cilët nuk e kanë karakterin e dhelprës. Muslimani ka karakter stoik, i bazuar në bindje dhe e vazhdueshme në praktik. Nuk ka si dhelpra e cila e shikon mjedisin, ambientin, rrethin, proceset. Nëse ati shka në dobi të saj, mirë, nëse ka rreziqe, tërhiqet. Agjerojmë dimrit, kur të vjen Ramazani verës, 50%. Do thonë, ne jemi flasim me gjuhën e Kuranit, e kam fjalën me gjuhën e Sunetit e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ne do të thonë bëjmë përpjekje që ta krijojmë këtu, sigurisht shoqëria, xhamati, komuniteti, ama ne duhet ta përforcojmë karakterin e gjeneratave të reja. Tua themi atë që e ka thonë Allahu dhe pejgamberi i tij, se ne jetojmë në këta vende në të cilat ende nuk e kemi definuar, a jemi në vendin ton, as jemi në vendin ton. Janë tema të cilët duhet të trajtohen, do më thonë shumë serios, në një të ardhme tjetër. Ama ne kemi fëmijë, kemi brez, kemi gjenerat, e cila sigurisht ndëgjon hoxhën edhe shef gjeneratën e juve të vjetër, se si po e aplikon fejen Haxhi Baba dhe Haxhi Nona, a vetëm në Ramazan kanë sexhade, edhe natën e madhe, apo e kanë sexhadën ati, edhe mihrabin në shtëpi, që falen dhe ruhen në shtëpi, ruhen prej Zotit, prej shoqërisë, prej haramit, dhe nga dal e aplikojnë, e ngrisin dinin e Zotit në këta vende, edhe në këta kohra. Ne duhet të dim se jemi model i gjeneratave dhe breze që vjen. Edhe shpesh për ja u thom këtire baballareve që janë gjenerata ime. Ej, bani kujdes diherë dhe vendose gishtin në kokë, se kemi gjeneratat të cilat na përcjellin neve. Këtu nuk ka të tjerë, sikur në vendet tona e përcjell modelin a gje. Këtu jemi ne model, me fjalë, me këshilla, me udhëzime, me mësime, duke orientuan, duke ndaluan, duke e gdhend, ama duke edhe praktikuan që të na shohin se i takojmë dinit të Allahu subhanahu wa taala, se këtu rreziku është shumë i lartë me devijuar. Edhe atë devijon duke qenë shumë i mirë, absolut superior, i moral që mi sjellshëm, i dëgjueshëm, me arsim, me zanat, këtë në rregull. Devijon, kanë devijuar shumë të tjerë, nuk je i pari. Duhet bashkarisht ta zbërthejmë, ta interpretojmë dinin e Allahut subhanahu wa taala si një garancë në këtë jetë, në përgjithësi, dhe si një garancë në këto vende. Ju e dini se ne në biseda, këto gjeneratët e mia, gjithnjë po them, këto e kanë brenga numër 1 me fëmijët që po vinë.
Okej, e jona është kjo që jemi. Ama problemi do t'jetë me gjeneratat e ardhshme, sa do t'jemi ne të organizuar, dhe sa jemi në shërbim, dhe sa jemi në servis për të interpretuar dinin e Allahut tek një brez tjetër. Sa kemi garanca se këtë bashkësi ja lëm një gjenerate e cila kujdeset për te, apo vjen një gjenerate e cila e shet. Zoti na rujt, sikur këto vendasit. Nëse nuk ka, domethënë, besim, praktik, vazhdueshmëri dhe të kemi unitet dhe përkrahje njëri tjetrit në adhurimin ndaj Zotit. Nuk është e lehtë. Këtë duhet ta kuptoni, nuk është e lehtë. Për ata Imam Ahmedin e kanë vetë, ka thonën, kur rahatohet besimtari? Ka thonë, kur ta afrojë kamën në xhenet. Nëse mendoni të bëheni rahat, në atë kuptimin që mos kemi obligime dhe detyrime, e keni gabim. Bëhesh rahat vetëm kur hin në xhenet. Për faktin se Allah në Kur'an ka thonë, ne do t'ju sprovojmë. Shumë duhesh me qenë i papjekur, naiv, i pa informum, nëse mendon se në këtë jetë një ditë e arrin rahatlëkin. Kjo është ëndër, se ka arrit askush, kurrë se ka thonë në Kur'an. Allah ka thonë në Kur'an, ne do t'ju sprovojmë. Nuk ka thonë, ju do t'jeni rahat në këtë dënjo. Me uri, me sëmundje, me vdekje, me borxhe, nuk e di, me probleme, gjakderdhje, internime, luftra, diagnoza, sa rregullohet njëna shpërthen tjetra. Këtë këto besimtarët i kanë kaluar me ndihmën e besimit, me ndihmën e mbështetjes në Zot, me ndihmën e sabrit. Allah kur i lavdron muslimanët, nuk ka thonën që ata e kanë arrit një standard, edhe tash janë luks, rahat. Jo. Ka thonë, ne do që sprovojmë dhe paralajmërojmë me xhennet ata të cilët bojnë sabër. Do thonë, neve na kanë kushtuar ato sende. Varfëria, borxhi, deka, problemet na kushtojnë. Nuk na lën rahat, ama ne i kuptojmë dhe i tejkalojmë me ndihmën e besimit dhe praktikës së dinit të Allahut. Sabër. Ama nëse mendoni që një ditë të bëhemi rahat në këtë dënjo, atëherë ju jeni në një fazë parahistorike, mos po di çfarë të them. Këta se ka thonë askush në jetë. Pse po e them pikërisht këtë? Se këtu është rritën, domethënë, mendimi materialist, luksi. Gjeneratët e reja të menduan, natë ditë punojnë, të bojnë një shtëpi, një makinë, edhe të ketë atje ca para në konto, edhe të fillojë shëtise verë dimën, po do të arrije një luks, një rahati. Kjo është një gabim, një defekt. Nuk e arrin asnjëherë. Realitetin është më mirë me e njoftuar që në kohë përgatitu se kjo jetë është e vështirë. Kjo jetë nuk shkon me dëshira, as me ëndra. Ka një Zot i cili e menaxhon dhe ja ka ndonë çdo kuj hisën me të cilën do ta provokon, e do ta shpërblen, e do ta sprovon. Do të më përgatit. E vetmja përgatitje që ka dëshmuar tek kultura, civilizime dhe antar të feve të ndryshme është besimi i vërtet islam. Ma shkurt, se besimi, një qënjarë kam thonë, kur të them besim, e kam fjalën për besimin islam. Tjerat besime nuk merren parasysh, nuk shërbejnë, se ne kalon situatën. Se në po e kalojnë, që ku i keni këtu rastet. As një sprov nuk e kanë arrit të te kalojnë me ndihmën e besimit përveç muslimanëve. Në sharrën nasi dhul wajhain. Njerëzit më të papëlqyer, më të urryer janë ata të cilat janë me dy standarde vëllai mirë, me dy ftira. Në Ramazan është musliman, del Ramazani, ç'a them? Vetëm xhumo. Ramazan natë ditë Kur'an, mbrana një viti, dietarë kanë thonë Allahu i Ramazanit është edhe Allahu i maj, dhjetor, korrik. Allahu është i 12 muajve. Çdo gjë që është haram në Ramazan vazhdon të mbetet haram. Edhe çdo gjë që ka qenë në farz vazhdon të mbetet farz dhe detyrë. Në përjashtim të agjërimit, që më them të ati muaj ose namazi taravijeve. Tjetra, kur gjë s'ka lëviz nga vendi.
Duhet, do të thonë, të vazhdohet kjo rrugë. Elistiane, billah, djetarë kanë thonë, kur e keni panë që gjatë Ramazanit, Zoti ju a ka mundësuan të punoni, të agjëroni, edhe të faleni natën, e të zgjojnë në sifir, dikur t'ja ke panë që qenë ka e mundur. Ka thonën, Zoti të ndihmon nëse keni nijetin. Zoti e ndjek nijetin e një besimtari dhe e mbështet. Ka thonën, jashtë Ramazanit, po ashtu duhet të kërkoni mbështetje prej Zotit, që t'ju mbështet Allahu në rrugën e adhurimit dhe përkushtimit. Ta vazhdoni, nëse ka qenë e mundur aq shumë të jesh aktiv në Ramazan, që po them gjithnjë, edhe pa ushqim, edhe pa xhum, dhe ja ke dalë. Djetarë kanë thonë ti ja ke dalë për faktin se Zoti të ka mbështet, kur e ka lexuar sinqeritetin, sakrificën dhe dashurinë tënde në zemër. Nëse Allahu edhe më tutje e shef dashurinë tënde dhe etjen për adhurim, Zoti ju mbështet. Pa mbështetjen e Allahut, nuk do të mund as të agjëroni, as të vazhdoni në dinin e Allahut, subhanahu wa taala. Këta kuptoni mirë as nga parimet. Kërkoni prej Zotit që ju mbështet në rrugën e vërtet. Dhe Allah subhanahu wa taala ju mbështet, ju fuqizon dhe ju mban në rrugën e dinit të tij. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Këtë të vërtetë ka thonë pejgamberi alayhis salam në këtë hadith që po them. Në luqje pejgamberi ka thonë Allah subhanahu wa taala, o Zot, mos më lën asnjë çast në mëshirën time, në fuqinë time, në vullnetin tim, në pushtetin tim, asnjë çast. Aty tarfat ain as ta mbyllë sirë dhe mshelët. Kaç mos më lën pa mbështetje, pa përkrahje, se njeriu ka lakmi, ka epsh, ka probleme, ka stres, ka si të thembe temperament, karakter, probleme të panumërta, devion, edhe pse e ke ndërmend të adhuroj Zotin, harron, angazhohesh, habitesh, mashtrohesh. Prandaj, prej lutjeve është, o Zot, mos na lën neve në mëshirën tonë, por na mbaj në përkrahjen tënde, në pushtetin tënd, në mbështetjen e Zotit. Me ndihmën e Zotit, ju mund të vazhdoni. E mira, di që ka qenën, se këtu gjatë Ramazanit ke rini, e cila ka qenën për mashallah, e di kanë qenë aktiv, të pranishëm dhe të angazhum. Edhe unë e ka fjallën pikrisht e rinia të vazhdojnë në rrugën e Allahut, subhanahu wa taala, dhe të ruhen nga dukurit e rrugës këtu, dhe të shoqërisë. Se ne jemi musliman, neve nuk na ka hije me bo atë që mund të bani në shoqëri, e në rrugë. Dhe mos harroni se ju jeni besimtar monoteist dhe ju ndjekni traditën e pejgamberit të Allahut. Ne nuk ndjekim modele, telenovela, filma, media, nuk e di unë në shoqëri, absolut. Ne e kemi dhe më thot parimet tona. Edhe hecim bashkarisht krejt me qatë tempo që po them. Nuk e thash rastisht. Nuk keni nevojë me bo shumë. Keni kujdes. Ma mirë është pak, por të jetë kvalitet dhe të dedikohet Zotit dhe të buron nga besimi, bindja dhe dashuria. Pak, pastaj pjesa tjetëra, ne kemi familje, kemi shkollë, kemi zanat, kemi punë, kemi ndërmarrje, biznese, kemi probleme tona, duhet të trajtohen, që të cilat dojnë kohë. Edhe feja nuk u a merë kohën, keni kujdes. Feja nuk u a merë kohën. Nuk ka të një obligim mbrana ditës që duhet të bani përveç namazi që është, me mbledh këtë gjysore nuk bojnë mbrana 24 orë. Qetëra është ma shumë të mos bani. Mos shiko haram, mos ndëgjo haram, mos e ndit fjalorin, mos përgojo, mos shpiono, mos përqesh, mos vjedh, mos rej, mos u ban me gjemadh, mos u ban arrogant, mos u ban i pamoralshëm, mos u ban pasabër, mos u ban ate, mos u ban këte. Do thonë me automatizëm janë gjëra të cilat ti nuk duhesh ti bajsh si musliman. Mos pi raki, mos shko në shoqëri atje, veshet, deshet, përzime kejt. S'ka hije ti e musliman. Ku je futa ti? Te rinia.
Edhe për ta garantuar, do të thotë, vazhdimsinë e asaj, ju duhet ta dini se do të thotë të qenurit musliman i suksesshëm, aktiv, vigjilent dhe i pranishëm kërkon investim të mërmenja. Kërkon investim. Dhe Allahu në Kur'an i ka lavdruar në ladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dhe ata të cilët investojnë, bojnë përpjekje që të jenë musliman në perëndim, në rini, se kur të plakësh, edhe unë e di që je musliman, definitiv, pitash ta garantoj, kur të plakësh, ti je musliman, se s'ke ku shkon, më ditën e mirë. Ama pejgamberi alayhis salam dhe Kurani i Kerimi e kanë lavdruar rinien muslimane. Atëherë kur domethënë këtë rrimat ati thehen të i riu dhe e reja, që do t'i hap syt të mos e harron identitetin e tij fetar, të mos e harron përkatësinë e tij fetare. Kjo do një investim. Allah në Kur'an ka thonë dhe ata të cilët bojnë përpjekje dhe investojnë që të mbeten të udhëzuar në dinin e Zotit, në perëndim, në këto kohra turbullira a moralitet i votum, a moralitet i mbrojtur me ligj, jo a moralitet i sokakut, vllai mirë. A moralitet në të cilin investohet te rinia, prej 5 vet fushnjore. E di se një autore amerikane ka shkruar një libër për perëndimin. Këtë perëndimin që ne kur po të më ardhën, kemi pasën informata të gabuara, ne dojshme me adhuru perëndimin. Ne gati kemi qenën për ta lënë dinin e Zotit për perëndimin. Bindje u pat bojimon. Derisa ardhën vetë mrenda e pam, as pas ka qenë ashtu hoti. Edhe tash këtu në perëndim, njëra nga ata thot, perëndimi e ka korruptuar krejt njerëzien jetën, me arsim, me ekonomi, me politik, me shëndetësi, me sigurim, me punë, me moral, me skalon sen thot pa korruptuan, ditën e mirë. Në arsim, po në arsim, i korruptuan vetë edhe burrat me burra, du të më martuar edhe gratë me gra, edhe ka një, nuk është as burra, as gruje, po shka është aj, qështu, edhe gruja nona biologike, kur ta lindë fëmijën në spital, e ka të drejtë, e ka të ndaluar mi thonë, non, për faktin se ai qetri këtu më pranteje gjinia e trete, po ngacmohet, se ai sashas babas non, ashe korruptume. Rinia, këtu duhet mu ka për Kur'anin. Shumë fort duhet mu ka për Kur'anin. Ne nuk kemi kuadra të cilët e interpretojnë, të cilët si theme e zbërthejnë, e diskutojnë, e tematizojnë dinin e Zotit, se sot e dini sa në të kalu në Islam. Rasti ati, rasti këti, rasti i fundit kiki dokumente 3.5 milion, edhe mos e përmene emrin këto. U mitën të kalu në Islam, tash ka qenë një fondacion në Amerikë, dikun online me e dhëru një Kur'an, për shumë une, 20 euro që një Kur'an, ti në përbot, pse? Kërkesa shumë e madhe në Amerikë, për Kur'an i Kerim. Hapisin se ti e kje libri, nej. Po të ndodhë së kur ato në Kosovë atje. Me ruj Zoti, s'ka garanca. Bje musliman, kërkesa e madhe në perëndim për librin e Zotit. Konvertim i madh që po kalojnë në Islam, meshkuj dhe femra në perëndim. Ta gjojnë diku strehimin, se në hangër dreqi me Epsteinin atje. Vajzat të mitura, të këshpërdorta, të abuzuara, ati ka nollën ishk presidente, i lexut ati, e ka morë pjesë në ampotimin, ja ka pre komën, bushive më bashkurt, ati në dokumente, thotë e pastaj thotë e pekëm edhe e hangrëm. A keni pa deklaratat të panumërta në për Vatikane atje këtu, mbi 8 milion fëmijë që humbin në vit. As një deklarat kërkun në botë nuk ka. Në farë thonë hubja, u gjeta, su gjeta. Këto fëmijë që janë në video, të kujna janë këto, a kanë print, çka është fati i këtine, ku kanë shkuar këto? Po këto kanë shkuar te shejtani, po më i ka shuan dikush. Kul amantu billah, thumma istaqim, thuaj unë jam musliman. Dhe drejtohu rrugën e Zotit. Jo se jo, qa gjë përfundon? Allah i na i rujt rinien. Edhe inshallah Allah i drejton ata na ban që të mburremi ju rinia, do të kuptoni që kemi të folë, lej. Se si me ka tallemi këtu, ne kemi dëshirë
që të mburremi nesër me juve. Se edhe ne nuk I kemi lënë pavallare nona atje e shtëpia. S'kemi ardhur në Gjermani për disko këtu. As nuk kemi ardhur më boshkije. Na kemi ardhur për juve, këtë duhet ta kuptoni. Edhe ju duhet t'i grani difishin ton, që të na bani krenar. Të mburremi me juve. Edhe ju jeni për mashallah. Ju jeni shumë më të mirë se gjenerata e jonë. Pra me arsye, se ne s'kemi pas kohë, as të arsimohemi, as të shkollohemi, nuk I dini jo të muhabete bani të shtëpia me nana e baba. Neve me protesta, na helmonin, gjuhën na ndronin, na ndjeknin, na burgosin, ne as një ditë shkollë nuk E kemi bërë rahat. Edhe ne jemi këtë pa arsim. Ju kam thonë shpesh rinijës, ti babën tanë duhesh me nderu me respektu që ashtu që isha, I pa arsimu, se na I kanë vjedhë të drejtën për të arsimuon, e që na kanë lonë sakat. Na kanë lonë sakat tash graj kasmës në perëndim. Ama na kur kemi ardhën për juve që të keni kushte më të mira, të shkolloheni, të arsimoheni, e të jemi krenar me juve. Inshallah Allah subhanahu wa taala na ndihmon, e na udhëzon, e na drejton edhe rinien, na mbron, e na run. Walhamdulillahi rabbil alamin.